Punësit e bashkisë Rogozhin kanë bojkotuar punën në shenjë kundërshtimit të draft propozimit të Partisë Socialiste për shkrirjen e saj si bashki dhe bashkimin me Bashkinë e Kavajës. Në orën 9 të mëngjesit, punësit kanë lënë vendet e punës në shenjë demonstrative kundër propozimit të socialistëve, ndërsa thonë se ndihen të tradhtuar nga kupola e PS. Ata kërkojnë me ngulm që Rogozhina të mbetet bashki me vete pasi rrezikon të humbi identitetin e saj. Si qytetar Rogozhinës jam kundër kësaj reforme territoriale për arsye sepse Bashkia Rogozhin nuk i plotson kriteret, kushtet që ka vendosur qeveria që të shkrihet si bashkia dhe të bashkohet me Kavajan. Ne si bashki kemi arritur shumë, ne kërkojmë investimet e qeverisë këtu dhe jo shkrihen me Bashkinë e Kavajës. Kush na siguron ne që duke u bashkuar me Kavajan, investimet ose shërbimet do të rriten për qytetarët e Rogozhinës. Është e papranueshme kjo që Bashkia e Rogozhinës të shkrihet. Ne jemi pro çdo nisme të mirë, por kjo është e papranueshme dhe është kundër çdo parimi tonin. Identiteti jon humbet. Punojësit e administratës janë shprehur se Rogozhina ka nevojë për investime nga qeveria dhe jo të shkrihet në një bashki me Kavajan.